Bllokimi është bllokim administrativ provizor, që do të thotë nuk ka asnjë pasojë prapa vepruese, nuk ka asnjë sankcion plotësues. Themi bllokim provizor, ku mjetet janë hequr nga qarkullimi, janë akomoduar pranë ambienteve të Komisariatit të Policisë Rrugore dhe mbas daljes së udhëzimit të ministrit të Punëve të Brendshme dhe udhëzimeve sakta nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, do të jepen dhe udhëzimet përkatëse. Por më lejoni ta theksoj sepse dëgjoj shumë qarkullim zërash në diskutimin sipër që jo do të paguajnë gjoba, jo duhet të paguajnë ditët e qëndrimit të parkimit, jo do të ketë pagesa të mëtejshme, jo. Për ky rast i përjashton të gjitha këtë kategori, pra të gjitha patinat elektrike, të cilat janë të bllokuara pranë ambienteve të Komisariatit të Policisë Rrugore, në momentin që do të jepet udhëzimi dhe do dalë urdhri që të lirohen nga ky ambient, nuk do të kenë asnjë pasojë ekonomike për çdo që i është bllokuar patina elektrike. Thjesht do të paraqitet drejtuesi ose zotëruesi ligjor i patinës elektrike dhe do të kërkohet vetëm dokumenti vërtetues që është pronar legjitim i këtij mjeti.